Të gjithë synojnë të jenë perfekt. Unë kam lind nga fundi I viteve 70 dhe të lindje në ato vite dhe të jetoje fëmirin tate gjatë viteve 80, po, gjithmonë na thonin, mos fol, mos qaj, dhe ule kokën ha qatë kemi vu ne për para. Atëhere Lale nuk ishte shanse të gabojshe, mos guxojshe të gabojshe se ti si ishe njeri. Ti ishe turpi familjes, ishe turpi fisit, turpi shoqërisë, turpi shkollës edhe turpi lagjes. Dhe si rrjedhoj, prindrit thoshin që ky nuk o kalamonime. Ja, se kom eduku kështu këtë. Prindrit tanë ishin perfekcionist. Ato po, dhe jo të llojit thjesht ta majmë shtëpinë pastër, sa ajo dihet se kur të vinin komshit, vinte prova e 2 gishtave dhe nuk ishte laborator që ja kalon të testimit këtyne se kur ishte koha funit që ti kishe morë plunat në shtëpi. Perfekcionizmi ishte I tipit që nëse ti një fjalë ta thoshe gabim, prindrit nuk të folshin me gojë. I javë, ore as nuk shifshin me sy, bile kaloshin afër teje, gjithmonë thosha, si ka mundësi më vlla si nuk më shkelin, si kalojnë kaq perfekt anash edhe vazhdojnë sikur unë s'ekzistoj. Dhe kështu ti rritesh me idenë që ti duhet jesh perfekt. Duhet ecësh siç duhet, duhet sillesh siç duhet. Dhe në fund ti nuk përfundon njeri, po përfundon një robot me ankth. Perfekcionizmi nuk është virtyt. Perfekcionizmi është thjesht një helm emocional, po me emër trendi. Nuk është ambicie vlla, nuk është sukses. Është një zë brenda kokës që të thotë gjithmonë ti nuk je tu bo hala mjaftueshëm. Pavarësisht se ti ke dhënë gjithçka, edhe shpirtin. Ironia është që prindrit tanë nuk na urrenin. Përkundrazi, ata donin që ne të ishim perfekt, që bota të na vlerësonte, mos na shkelte me këmbë. Po bota prap të shkel me këmbë dhe e bën me buzëqeshje. Pra të shkel me stil, me klasë më valla. Nuk po e them këtë për miratim. As nuk më intereson mendimi juaj sepse jeta ime personale është personale. Nuk më keni borxh asgjë, as unë juve. Respekt.